Përplasi për vdekje 41 vjeçari në Durrës dhe u largua, policia ka pa autorin e dyshuar. Policia ka identifikuar dhe kapur drejtuesin e automjetit që dyshohet se shkaktoi aksidentin tragjik në Rashbull të Durrësit, në aksin Shkozet-Shija, ku humbi jetën 41 vjeçari Vasil Hasani. Ngjarja ndodhi rreth orës 02 të së premtes, teksa Hasani po udhëtonte me biçikletë në drejtim të banesës. Ai u përplas nga një automjet, ndërsa drejtuesi i mjetit u largua nga vendi i aksidentit pa i dhënë ndihmën e nevojshme. Për rreth 4 orë, 41 vjeçari dyshohet se ka qëndruar i shtrirë në rrugë në errësirë. Vetëm rreth orës 06 një kalimtare ka konstatuar dhe ka njoftuar autoritetet, por në atë moment ai kishte ndruar jetë. Humbja e Vasil Hasanit ka lënë pas bashkëshorten dhe 3 fëmijët e tij të mitur, 2 djem 14 dhe 10 vjeç dhe një vajzë 13 vjeçare, si dhe prindrit e moshuar. Pas tragjedisë, familjarët kanë hapur një GoFundMe për të mbështetur familjen Hasani në përballimin e vështirësive pas humbjes së 41 vjeçarit. Apeli për ndihmë është bërë nga nipi i viktimës, i cili u kërkon qytetarëve të kontribuojnë sipas mundësive, në mënyrë që bashkëshortja dhe 3 fëmijët e Vasilit të kenë mbështetje në këtë periudhë të vështirë.